Shqipëria ka nisur zyrtarisht përgatitjet ligjore për adoptimin e monedhës euro. Projekt ligji i ri për Bankën e Shqipërisë i publikuar për konsultim përfshin për herë të parë një kapitull të veçantë që përcakton mënyrën se si do të funksionojë Banka Qendrore Shqiptare pas hyrjes së vendit në Eurozonë. Projekt ligji parashikon se nga dita e prezantimit të euros si monedhe Republikës së Shqipërisë, euro do të bëhet njësia monetare e vendit, ndërsa Banka e Shqipërisë do të jetë përgjegjëse për hedhjen në qarkullim dhe tërheqjen e kartmonedhave dhe monedhave euro, në përputhje me rregullat e Bashkimit Evropian dhe të Bankës Qendrore Evropiane. Njëkohësisht, institucioni do të përcaktojë edhe dizajnin e monedhave metalike euro, që do të emetohen nga Shqipëria sipas standardeve evropiane.